Banorët e fshatit Varibop në njësinë administrative Cakran kanë protestuar para ditën e sotme për mungesën e ujit të pijshëm në rubinetat e çezmave të tyre. Ata pojnë një zëri në kulmin e intinjatës se duke filluar nga muaji maj dhe gjithë muajt e verës prej një dekade, veçanërisht 40 familje të lagjit Dautaj nuk furnizohen me ujë të pijshëm. Sipas tyre, uji vjen vetëm një orë në ditë, jo në një orar fiks dhe përballë kësaj situate, nën temperaturat e larta dhe rritjes së kërkesës për ujë, detyrohen të drejtohen burimeve të fshatit rreth 3 kilometra larg banesave të tyre. Ku ke qenë për ujë? Për ujë thashë. Po është e pomba. Afër ka shisht. Sa herë në ditë shkon? 3 herë. 3 herë në ditë vetë. S'kemi ujë. 3 herë në ditë. Sa kilometra larg është? Ha? Një 5 kilometra. Se ka shtëpi lart unë. E ka shtëpi lart. S'kemi ujë, ne çojnë gjysmë orën ditë ata. S'ka di hadet e shtëpia ime shikoni, s'ka 12 e gjysmë çoj. Smushë depo, s'kemi. Bakti kemi, çoj, po bakti çoj më japim kanal. Ju mjafton ky ujë për nevojat e përditshme? Jo, që sa bëj gjallë të pish. Për një ditë, 5 vetë. Sa herë shkoni ju? 3 herë thash. 3 herë në ditë? 3 herë. 3 herë. Ditë për shembull. Faleminderit. Faleminderit juve. Çdo ditë kështu mbushni ujë? Çdo ditë këta pas kemi ne. Sa herë në ditë? Mund vetë edhe 10 herë. Do thosh pse? Jam familje madhe, nuk më del. Sa kilometra larg është? Që të patën e 2 kilometra vetë deri atje. Po mundeni të shkoni ditë për ditë? Po nuk mundemi po e keqë. Shplodhem 20 herë rrugës. Jam 70 vjeçë. Po unë do mbush ujë edhe të veten e 10 në këtë lagje. E shikoj që po vojmë shumë. Kam drejt fëmijët e tanë që nuk vinë këtu abi. More vesh? Nuk keni asnjë shpresë do të vi ujë? Nuk kemi shpresë fare. Na kush do ke shpresë, më thuaj. Kush do ma ngroj zemrën? Ja, në ditë ka grem shteti. Po për mëse dje, po behet dje, apo do vinë dje për mu. Harroj. Jemi 20 familje këtu pa pikë në ujtë. Gjuna, unë ashtë isa erda, shplodu ati në rrugës, shplodu këtej, mezi erda në shtëpi. Të laj duart nuk isha ujë. Ku shikoj unë? Dalë thashun se asho, edhe vetë thashun një problemi madhë kjo ujtë. Do vim, do të bjem, as ujë, as një gjesë në kanë. Banorët pohojnë gjithashtu se përballë mungesës së ujit janë detyruar të hapin puse, por përpjekjet e deri tanishme kanë qenë të dështuara pasi thatësira ka bërë që deri në 100 metra thellësi të mos ketë ujë. Puzi Varibop të shembull. Nuk është rregulluar dhe ne marrim në patozin. Në patozin e na lën një orë në ditë. Ka raste na i bjen edhe në 11 natë. 11 natë ne nuk smundemi. Se janë një gjuma, po A mjafton kjo një orë? jo. Në të keqe vëm te puzi mbushim ujë me makinë. Thatësira po jo. E shumë thatësirë dhe nuk ka këtu, nuk do 200 metra këtu që të bësh puz. Nuk e ashu do. Që të bësh puzit 80 milion lekë mos të ashuja. Faturat janë tëra të paguara, muaj për muaj ti merr. Po ne nuk kemi as kur e plak fshati, as kryetar komune, nuk ka asnjë gjë. Unë jam ankuar edhe te kryetari, edhe te plaku fshatit dhe nuk ngrihet. Nuk kam çat bëjtë. Do të bëjtë, do vi, do shikojmë, do bëjmë, do rregullojmë. S'ka asnjë investim. Teksa pohojnë se çdo verë thahen për ujë, banorët njerëzi theksojnë se edhe punimet për ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit kanë qenë jo cilësore. Linja e ujësjellësit kur është ndërtuar? Linja e ujësjellësit këtu është ndërtuar në 2019, që ka kaluar zorra këtu ja. Është shumë material i dobët dhe nuk mban. Një pjesë të zorrës e kemi çuar vetë neve si familje që kemi për mos prishur rruga. Fillimisht pati furnizim me ujë normal? Fillimisht pati në dimër, se atëherë e shtruan ata ja. Pastaj gjatë beharit njëjtën problem kemi. Vin maj. Fillimi apo jo? Gjena fillimi majt. Po është gjuna të vej mirë unë vete, mund vete me frezë, me motor, me makinë. Po një plak, ku do vej? Përballë kësaj problematike, banorët bëjnë apel të dëshpëruar për reagim nga institucionet përgjegjëse, ndërkohë që shoqëria rajonale e ujësjelljes kanalizime Fier ka bërë të ditur se do të marrë masat e menjëhershme për furnizimin 8 orë në ditë me ujë të fshatit Varibop, ndërsa ka bërë thirrje banorëve të jenë të kujdesshëm për të mos shpërdoruar ujin, pasi kërkesa gjatë muajve të verës është mjaft e lartë.